Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e madhreshëm e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë që madhëria e tij vazhdimisht të gjithë neve na gëzon dhe na begaton. Dhe atë falenderojmë që sot e tregojmë një mirënjohje dhe respekt për një figurë e cila I ka lënë gjurmët e veta të pashlyeshme në historinë e kësaj shkolle. Dhe para se të them disa fjale, lusë Allahun e madhreshëm që drejtorin Farukun, Allahu ta gëzon me mirësitë e tij në jetën e amshueshme, në jetën e pafund, në jetën e tij pas varrit me xhenetin e tij të lartë, xhenetin Firdaus inshallah taala. E nderuara familja Zeqiri, të nderuar ju nxënës të pranishëm në këtë sallë që e bëni shumë madhështore këtë aktivitet tuaj. I nderuar staf I shkollës, I nderuar I drejtor, ne në këto momente kur e zhvillojmë këtë aktivitet, tregojmë mirënjohjen tonë për këtë figurë madhështore, e cila siç e tha dhe drejtori është bë emblematike e kësaj shkolle, sepse edukata jonë, të cilën e kemi marrë në prehun e prindërve tonë, edukate e cila është trashëguar brez pas brezi nga ajo që neve na mëson feja jonë madhështore, feja islame, është të jemi mirënjohës ndaj secilit që na e bën një të mirë. Edhe andaj mirënjohja ndaj njerëzve që na bëjnë të mirë, na bën neve madhështor, e ngulit në neve kulturën, edukatën e mirënjohjes ndaj secilit që kontribon në zhvillimin tonë. Andaj ju si nxënës, përveç mirënjohjen tuaj që duhet ta keni për këtë drejtor I cili u bë madhështor në historinë e kësaj shkolle, duhet të jeni të vëmendshëm edhe të vetëdijshëm që mirënjohjet tuaja duhet të jenë për çdo profesor dhe arsimtar I cili ka dhënë një kontribut I jashtëzakonshëm që ju si njerëz të fitoni një gradë të lartë në zhvillimin njerëzor, e ajo është të pajiseni me dituri dhe me shkencë. Njeriu të dashur nxënës, kam dëshirë që këtë porosi ta ndëgjoni me vëmendje edhe të bëni moto të jetës suaj. Të dashur nxënës, ju të pranishëm në këtë sallë, edhe gjithë tjerët që janë në shkollat tona, fillore, të mesme dhe në universitetet tona, duhet të ndëgjoni me vëmendje këtë porosi. Vlera juaj si njerëz nuk mund të jetë e ngritur dhe avancuar në mungesë të diturisë dhe në mungesë të zhvillimit shkencor individual dhe kolektiv. Këto shkollat tona janë vendet më të mira ku secili prej jush janë ngritë vlerën vetvetes, përderisa e merr me seriozitet shkollimin e vet, I përkushtohet leximit dhe librave në lëndët e ndryshme dhe përgatitet për provimet me përgatitje dinjitoze. Dhe në fund vitit nuk ka nevojë për kokçarje, për kokdhimbje as ai, as prindi I vet, as profesor të shkollës, as kujdestari I klasës e as drejtoria në përgjithësi. Andaj, nëse doni të tregoni mirënjohje të vërtet ndaj profesorëve tuaj, të cilët sakrifikojnë kohën, vullnetin, energjinë, shëndetin e tyre që t'ju mësojnë juve, bëhuni më serioz në shkollimin, mësimin dhe leximin tuaj. Të dashur nxënës, janë 3 porosi të shkurta që duhet I ndaj me ju. E para, kado që shkoni, kudo që mësoni, kudo që udhtoni, mos harroni se Allahun e keni me vete, edhe ati s'mund t'i bëni hile, lajka e mashtrime. Ai e shef atë që e shfaqni dhe atë që e fshehni. Andaj vetdia se Allahu na shoqëron kudo që jemi, na bën të vëmendshëm
na bën të devotshëm edhe na bën të dobishëm. E dyta, krahas diturisë që e ngrit nivelin ton, është një pikë me rëndësi e cila na stolis dhe na zbukuron. Dhe ashtu sikur se të gjithë ju, një nga një kujdeseni për llukun tuaj, për dukjen e jashtme tuaj, secili mundohet që para se të vinë shkollë të zgjedh garderobën e vet, edhe të ketë make-upin e duhur për shkollën ku shkon, ma shumë se kjo duhet t'i japim rëndësi edukatës dhe sjelljes sonë. Ajo që e zbukuron çdo djalë dhe çdo vajzë, çdo student dhe çdo nxënës është edukata dhe sjellja e tij. Ajo jo vetëm ty që të zbukuron, po e ngrit lart pozitën e prindit tanë, sepse fëmijët zakonisht janë reflektim i edukatës shtëpiake të cilën e merr nga prindi i vet. Dhe andaj kujdesuni për këto vlera morale, për edukatën dhe sjelljen tuaj, kjo u ngrit pozitën juve vazhdimisht në jetën tuaj. Të dashur nxënës, ju të pranishëm në këtë sallë që me këtë organizim madhështor e tregoni këtë respekt për këtë figurë të madhe të kësaj shkolle, kuptojeni edhe një gjë, se ju jeni ardhmëria e këtij popullit dhe ardhmëria e këtij vendit, dhe gjithë ne edhe prindërit tanë, atë sakrifisë të madhe që e kanë dhënë në zhvillimin ton kombëtar dhe fetar të vende, do jetë i shkuar hoç nëse ju nuk e vazhdoni flamurin e zhvillimit ton kombëtar dhe fetar të vende. Andaj ruajeni me xhelozi